على عقيدة السلف وهي النجاة للخلف. Pejgamberi alayhis salam I përmendi cilësitë e munafikëve dhe tha cilësitë e munafikëve janë 3 cilësi. Kemi munafik të vogël dhe munafik të madh. Munafiku I vogël konsiderohet akoma musliman, por ai I cili bën nifak të madh, ai del prej dinit, Allahu na ruaj. E prej nifakit të vogël, që është mëkat I madh tek Allahu Azza wa Jall, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilësitë e munafikut janë 3. Cilësia e parë, kur flet gënjen. Cilësia e dytë, kur premton nuk e mban premtimin. Dhe cilësia e tretë, besën e tradhton. Kur I besohet diçka, tradhton. E nëse I bashkon këto 3 cilësi tek një njeri, thot është munafik I kulluar, për ndryshe e ka një cilësi prej cilësive të munafikut. E kurse sa I përket nifakut të madh, aty në veprimeve që njeriu mund të del prej dinit të Allahut subhanahu wa taala, janë disa veprime të shëmtuara që kushdo që I bën ato dhe apo I ka ato, I posedon ato gjëra, del prej fesë, edhe nëse thot la ilaha illallah, nuk është besimtar. Edhe nëse fal namaz, nuk është besimtar. Edhe nëse agjeron, nuk është besimtar. A pas ka kështu mundësi? Ka mundësi për derisa I ka përmend Allahu Azza wa Jall. Ka mundësi për derisa kanë jetu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur se Abdullah ibn Ubay ibn Saluli. Edhe Allahu Azza wa Jall për munafikët thot, munafikët janë në gradën më të ulët në zjarr të xhehenemit. Gjë që I bie, kufarët, pabesimtarët janë me një gradë më të lartë, pak më lehtë e kanë dënimin se sa munafikët. Sepse sherri I tyre është I madh. Pabesimtari dihet hapur se është pabesimtar, por munafiku ka dhe mashtrim, përpos pabesimit ka dhe mashtrim. Ka mashtrim se e mashtron besimtarët, dhe mundohet me këtë me mashtru edhe Allahun subhanahu wa taala, kinse është besimtar, por në fakt nuk është besimtar.